Gjykata e posaçme shpall fajtor ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka për inceneratorin e Tiranës. Ai akuzohet se shpërndoroi detyrën ndërsa u dënua me 3 vjet burg, që me gjykim të shkurtuar i shkon në 2 vjet heqëlirie. Tokat e zeza gjithashtu i ndaluan ish-zyrtarit ushtrim të funksioneve publike për 5 vitet e ardhshme. I njëjti vendim vlen edhe për të pandehurit e tjerë Bledar Karoli, Erion Murataj, Namik Simixhi e Taulan Tusha, ky i fundit në gjykim edhe për dosjen 5D. Për 2 gratë e akuzuara po për shpërdorim detyre, Valbona Ballgjini dhe Sidita Kopliku, gjyqtarja Elsa Ulliri vendosi që t'u pezulloj dënimin me burg, duke i vendosur në shërbim komunitar. Prokurori i posaçëm Dritan Prençi pretendoi se Ministria e Mjedisit ka ruajtur korrespondenca në komunikim me kompaninë Klodian Zotos, që del në dosje si pronar de facto i inceneratorit. Studimi i fizibilitetit, tha prokurori Prençi, nuk është bërë nga autoriteti kontraktor, por nga shoqëria që fitoi tenderin, ku pronar faktik rezulton edhe Mirel Mërtiri. Inceneratori i Tiranës është ndarë në 3 fraksione, ku në një të veçantë është vartësi ish-ministrit të mjedisit Alqi Bllako. Ai akuzohet për korrupsion, ndaj gjykata vendosi që ai të gjykohet i ndarë. Zyrtari më i lartë i Ministrisë së Mjedisit Lefter Koka tashmë është 2 herë i dënuar edhe për impiantin e djegëve të Elbasanit, për këtë të fundit me dënim të formës së prerë me 6 vjet e 8 muaj burg, ndërsa për inceneratorin tjetër atë të Fierit, apeli vendosi që të rigjykohet në shkallën e parë me një tjetër trup gjykuese.